Këngëtarja e famshme Beatrix Ramosaj disi të tërheqë vëmendjen e publikut dhe ta kthejë vetëm tek vetja e saj. Ndonse po pauzon në muzikë, në rrjetet sociale, ajo po bën të kundërtën. Beatrixa pothuajse secilën ditë publikon video ose foto duke qëndruar kështu më afër me ndjekësit e saj. Këngëtarja ka publikuar një video teksa shihet duke bërë grim. Pas një pikë make-upin në fytyrë, Beatrix Ramosaj ka lënë ndjekësit pa fjalë me bukurinë e saj natyrale. Na do të themi se ajo qëndron shumë afër ndjekësve të saj, duke i updateuar në çdo ditë dhe në çdo moment për çdo ngjarje që i ndodh asaj në jetën e saj personale, por edhe profesionale. Ne duhet të rikujtojmë se Beatrix Ramosaj u largua nga Kosova për të vazhduar jetën e saj nga fillimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.